pavarësisht që ka hapësirë që të veprohet kuptimin procedural që të zgjedhet edhe një qeveri, besojmë që mundësia më e mirë që të zhbllokohet kjo situatë është që vendi përfundojë në zgjedhjet e parakohshme, thjesht të vazhdojmë ose të mbahen zgjedhjet e reja në kuptimin që të kërkohet të ri legjitimitet i përfaqësimit qoftë konvent, qoftë edhe kuptimin e formimit të një kabineti qeveritar. Spari me qenë se mandatari i parë ka dështuar që të formojë qeveri, atëherë që nga sot presidenti ose presidentja e shtetit ka obligim ose ka mundësi që brenda 10 ditësh të ftoj në konsultim të gjitha subjektet politike parlamentare dhe të shoh mundësi nëse ndonjëra prej tyre e propozon një kandidat tjetër i cili potencialisht mund t'i ketë gjasat që të formohet një qeveri. Dhe rrjedhimisht mund të hapë rrugën që të caktohen zgjedhjet e reja të parakohshme, zgjedhje të cilat sipas afatit ligjor duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita kur shpërndahet kuvendi, por nga dita kur konsiderohet që nuk ka kuvend dhe nga ajo ditë llogaritet afati jo më vonë se 40 ditë kur mbahen zgjedhjet e reja.